Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wala udwana illa ala dhalimin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Na ja si folëm për sunetet e namazit. Edhe I përmendëm dhe thot plot sunete, po ma kryesorja shka është dhe thot mi ditë farzët. Namazit dhe thot I ka dy mëtfarde, 6 janë jashta namazit, edhe 6 janë mrena namaz. Mrena namaz, shka tham, është tekbiri, fillestar, është qëndrimi në kam, kiami, leximi I Kuranit, masë e rukuja është, sejdja edhe ulja e fundit, tehijati. Sot, inshallah, do të folmi për disa gjona shka e prishin namazin. Dhe thot, çfarë gjeste me bëhen namaz, prishin namazin. Mas për I herë, pra, nëse fol namaz, qoftë edhe një fjalë, edhe nëse bëhet me gabim apo me harres. Dhe thot, nëse fol diçka namaz, dhe thot, namazi prisht. Namazi edhe tavafi janë njësoj, me plashtim që në tavaf ki drejt me fol. A namaz, dhe thot, nuk pas ke drejt me fol, me kërkan në këtë dynja. E dyta, pranimi I selamit gojarisht apo me të kapur për dorë. Ti e të falë, për shumë, edhe dikush të banë, selamu alaikum ti, alaikum selam. Ose vjetë, për shumë, jetë të falë ti, a I të ashtrim dorën ti, jazgat dorën. Ose për shumë, a I thëtë, selamu alaikum ti, ja banë, kështu, me kryjë, dhe me ke, alaikum selam. Qka do që thush desh me goj, desh me dorë, desh me isharet, të prishet namazi. Pse? Se përpi se ti menër më shtaj e qove të qaj shka për tjep selam. Ti tash je I lidh me Allahin, s'ki drejt të thot kur gjon, as me fol, as nuk I drejt me dhon selam. Veprimet e shumta brenda namazit pa nevoj. Cila për shembull, je lidh ti, ka puqi sa të nejtë mirë, ta ndrejt që pak ma mirë. Ose veshi sa të kërë heq, e kronë veshi. Ose hunën. Hapton, pa nevoj. Ose, qysh me thonë, livrit, pa nevoj. Ose, për shemull, pa nda një gjesë shka s'ki nevoj me bëmë këta. Po, këtë ishtë namaz, mundohë që veprimet më konë sa ma të vogla. Bile, na përdo që ta pa përmenet, dhe thot si të bashkë ma shumë se 3 veprime, të prishit namazi. Me 3 I kanë përru. A ki ka shkujtë me ke veprimet pa nevoja, pëton. A do që ta për qera, thujnë nëse banë ma shumë, për shemull, ato të kru mjekra ti. 1 herë, 2 herë, 3 herë. E se ta kru shti 4-5 herë, dhe thot atëre prishit ma namazi. Për atë arsye, dhe thot veprimet, namaz du të më konën, ma të vogla. Largimi I gjoksit prej kiblës. Dhe thot, a I në të falë, dhe thot, namaz. Edhe ta shabëtën, a I ke pa disa të falë, e këshirin kush ka hije në gjami, habëtën. Se kena kësi raste në këtu në gjami, po, elhamdulillah, atë raste shka I bojnë disa, nuk e zinë për Kosovë, se ka dalë ma prej memorijës, habëtën. Po, elhamdulillah, së në harën gjamiën, vjen ai gjami sërë, ama nuk ka ma për gjamiëja, ja, pëtën. Se ka hinë mo shumë, edhe dhe thot harën, edhe I ka dhe thot gabimet, ama si ta levreshti kryet ketë komplet me këshirë kush hini në gjami, ose kush dhull gjami, gjoksin dhe thot e largove prej kiblës. Si ta largosh dhe thot prishet namazi. Të qarët me zë, nga dhembja apo nga dënjë fatkeqësi, e jo nga përkujtimi I të mirave të xhenetit apo dënimit në zjarr të xhehenemit. Për shembull, dikush atë ka vëdu tani vec. Edhe ti këto jetë nguat as ka të folë, se vesh të ki, vesh të punojt. Ja nis me kesh, a ja nisi me kesh të prish namazin. A mërvesh. Ose për shembull ato dhim kryet shumë, a pëtën?
ose dani dham ato dhimbta, kupton? Edhe çast shumë shkan të dhimbë, mo ti ja nis me kaq. Ja nis me kaq, të prish namazin. Pse? Sebebi se ki veprimet jashtë, kupton? Ama nëse eventualisht imami ato knuda një ajet për xhenetin, edhe ti përmallohesh për xhenetin, ja nis me kaq pikëzimit, s'prishet namazin. Ose ato fol për ajetet të cilat për shembull folin për azab xhenemit, edhe ti tingu ato, edhe çaq po tërqeth në trup ja nis me kajt, do thotë namazi nuk prishet. Po nëse është e kajtmja jashta namazit, po jo mrena namaz. Sikur për shembull disa kur falen, a kupton, tu rose, është tu çupi se bambum, jam shën shpullat në çetrit edhe ja nisin me kesh. Kjo është, do thotë, ju ka prish namazin. Të jepët ngushëllime në momentin kur dëgjon ndonjë lajm të befasishëm. Qoftë edhe me ajetin kuranor inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ti e të falë, e dikush për shembull, ato po muhabet me shokën e vet, a morë vesh me shkotre, ka degbe filani. Ti namazi. E të nguçi pas ka vdekaj, e të vjen keq për ta, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ama kjo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun është ajet kuranor, ama nuk është te vendi vet. Ai kemi qartë, të thotë është jashta vendit vet. Edhe pse nuk e folet ti dani llaf, s'ka të bëj me Kur'an ose s'ka të bëj me dunjojën, ama edhe këta s'ban me bë. Ose ai të fol ti tu jëm namaz e Allah xhenetit. Apo këta. A fole, do thotë edhe në koftë për tazie, namazi prishet. Prezantimi i ujit duke falur namazin me temu. Ti për shembull, je të falë qëtaj këto, me temu, se s'ka pas uj, u prish bunari, edhe ti deshti me hi, more temu. Qysh? Që? Temu, mi s'ka shumë filozofi. Ama të falë ti, penin zonin të qeshma, që janisi, me rrëdhë qeshma. E kur e nin zonin që ato rrëdhë qeshma, të prish namazin. Pse? Se thojnë, kur vjen uj, temu mi prishit. E mëresh. Ose për shembull, do thotë ti të falë, edhe të kallëzon që erdhi uji, ose e morë vesh tani qysh ndryshe që uji ka ardhur, mundesh me përdor, atëherë namazi prishet. Pse? Se temumi është pastërtim shpirtëror. Shka Allahu dhul xhelal ka dashur me ta lehtësu për shka që mos me ti kreni. Qysh mos me ti kreni? A dini për isho disa ma shumë i nikon në ushtarë. A ka pas ushtarë zbor. A di kujtohet? E kur thoj ke komanditi zbor, ti dësh këmë konë ati. Je që shje, dhe thot dësh më konë ati. A pëtan. Edhe qaj shka është, u kur taliski. Qaj shka nuk është, shkoj ke pëzharë. Që shto është njësoj edhe në islam. A pëtan. Dhe thot, ku të vjere koha, ti dësh më konë safë. Po uj s'ka, po s'ka uj, po merë të emo. E të emumja shka mës me ti kësafi, mës me ti koha, mës me ti këntije prezenca për para Allahu dhul xhelal. Ti i thua zotën e erdha, për para te e po, ko marrë me të emum, se s'ka pas kuj me mora këta. E ti dhe thot ke ardhë në saf, ama kur tani që uj erdhë, ki vakt dhe thot për me morën abdes, shkon me rë abdes. Se në disa rast janë, për shembull, ka uj, ama të emumi vazhdan. Për shembull, cili rast tash që e kena përmendë se ju kujtohet? Haxhi Islam. Është një rast. Me konë që jetë e falë namazin e gjenazës. Të thotë uj ka, ama tu shkuti me mora abdes, tu ardhë namazin e gjenazës o kry. Atëherë çka? Merë të emum edhe mundesh me falë namazin e gjenazës, edhe me të emum. Për shka se vakski, të vakti kanë problemi, nuk kanë problemi të uji. E për mësmetika se vapi, atëre merë të emum edhe vazhda. Ose për shembull, që të rasti këna përmen, je i smut, zgudzon me përdor uj. Dhe thot uj ka, sa dush, ama unë jam i smut, zgudzon me përdor, atëre marë të emum edhe falna. Fali namaz, ose lërdëzoj Kur'an, ose pa më parasysh dhe një ibadet që ka dënë me bo, edhe pse ka uj, ti s'mundesh me përdor, pse je sahibiozën. Edhe në këtë rast do thot mundesh me përdor të emumin, edhe pse do thot uji është
kalimi i kohës së bartjes së mesteve. Edhe kjo është shumë mesele që shpe thonë skeja gjë, se së banë puna vaki, po me të bon puna vaki da njëherë. Për shembull, ti i ke vesh mestet në sabah, edhe e ke prish abdesin kasatin në majtë, edhe ke morë mestet, edhe ke mojtë mestet 24 sahat. Edhe kur bon 24 sahat ti hine me falë drekën, ama ke harru që një sahat për para të ka kalu e vakti i mesteve. E atërë s'kije namaz. Pse? Se adash do thot mi hek mestet, me mor abdes, e masem më falë. E kemi qartë? Do thot nëse i kalon vakti mestes, je mukim ose je musafir, pa mor parasysh a jeti shpija, po je musafir dhe nikon, obligohesh që me mor abdes të ri. Se nëse falesh me mest, do thot nuk e ki namazin tamam. Gjetja e robeve për personin i cili nuk ka mbules për mbulimin të avretit. Na e përmendëm, do thot që kur vjen koha e namazit, me kanë që s'ki tesha, a mërvesh. Pa mërë parasysh se s'ki tesha, ki më falë që është hungjë, apo të, anë pëse s'ki tesha, veç mës me ka përcije takimi me Allahun dhul Gjelal. Ama ti tu falën, ai gardianit të shtini një partesha ti atë, ata be pja që ti muslimonit të falën. Të prish namazin. Teri që na bujtë më falë të patesha, se të kanë lanë në qeli për shemë të sulak. Se të burgi ati, të këshirin, ti e kajtë, po qysht të mërin që është të lanë. Ama, moment për shemë të shka të gjujnë teshat, ose u bonet ti me teshat, atërë të prishit namazin, i vesh teshat edhe, asë në ti bunush më falë namazin. Ama këte janë mesele shumë të rava. Po, djetarë dhe alhamdulillah i kanë shkrujtë që përmi ditë muslimane. Lindja e diellit në namazin e sabahut, edhe zevali, kalimi i diellit në zenit, në namazin e bajrameve. Kjo shka dhe me thonë, të thot ti jetë e falë për shumë në namazin e sabahit, a dielli atë dalë. E qëto, do të be kuptu që kjo, nuk vazhdojnë për namazin e sabahit, po vazhdojnë për namaz nafile. Pse? Se ti kur jetë e falë namazin e sabahit, pa mërë parasysh a del dili, a nuk del dili, ti qëjtë e në fund. Dush me falë se namazin e sabahit e ka vaktin e vetë qëtaj. Ama je me të vonë e dili atë dalë. Ama na thamë se ashtë me kru më falë mas shkahit, mas sabahit edhe mas namazit i kindis. Qëtaj e kena falë në namazin i kindis, mo qëtaj ashtë me kruh të këtë erti sa tire e zoni i akshamit. A sidomos e logaritin me kruh i tahnime me u falen kur ashtë të përëndu dili. Edhe që ashtu kur ashtë dili në zenit edhe kur del dili. Për cilë namaz nëse dënë me falë namaz na file, ose dënë me falë dhe një kaza, ose dënë me falë dhe një sen qeter, atëra ato dalë dili namazin të ka prish. Kjo vazhdojnë veç për namaz shka ashtë na file ose kaza, nuk vazhdojnë për namazin e vaktit. Qysh, për shembull, jam të kamet mu i kindia pa falë, hala. Së në këmë rrimë me gjamatit, dili ato përëndue, anë pëse ato përëndue? Do thot ti, ki me bani jetë në falë i kindien, edhe në hift koha akshamit. E falë mas për herë i kindien, pa më rëpërësish sa ato përëndue a ka thire zoni, masë ne e falë akshamin edhe vaktit qera. Ama qka veç për i kindien, e qëti vaktit, jo për dhe një ikindi tjetër, ose për sabahin e qëti vaktit, ose dhe thot kuran duhaja, atërë dhe thot s'ki drejt me falë namaz në drek, se të dreka nuk lidhen dhe thot sabahi me thojna me dreken, se ka pauzë. Hyrja e kohës se ikindis në namazin e gjumas. A për mërë një vesh që ta? Hyrja e kohës e ikindis në namazin e gjumas. A e kujtohet, njëherë shkupe pa të nëbohë me falë gjumahën, 2 herë. Drenosht i se marë me. Për para, së në zajshin dreken se ishin puna, e banshin me falë një gjumahë, pak ma vonë. A e kujtohet që ki vatë dhe jo? Në shkup, a konë kjo. Edhe kur mu falë kjo, mu falë për shemull 2 sahat mas
drekës, ose 2 sahate gjys mas drekës. Ama do thot ti dimjet për shembull afron kohë shumë. Edhe me konë se hin koha i kindis thojna në 2:30, atë se ke falë hala gjumon, atë s'ki gjumon. E kemi qanë. E këta me vanu e gjumojën për pëntortja, për danikan qeter, ki drejt me vanu. Ama të rekur ki drejt, të këtë në vaktin e i kindis. Si të hin vaktin e i kindis, me të pa gjumon. Dhe thot nuk ban me vanu e gjumon ma shumë se sa vakti e i kindis. Ashtë e qarë që e po. 12 rënja e lidhjes së plagës nga plaga. Çka do të thonë kjo? A keni pa për shembull ka ndonjëherë ta vnoj një zavoj tyje, se e ke prish dorën, ose ta vnoj nga një jaki ka shpita se e përzdrel. Edhe ajo jakia të ngjitet ti, tamam aty. Ose te koma, ose te brylli, ose te zogi i komës. Dhe tash ti kur mora abdes çka bone? I dhave mest. A mëresh? Ama tu fal, elhamdullah, ushnosh ajo, ashnosh. Ai momenti i shnoshjes të ka qëllu ti tu fal. Edhe jakia tra pi komës, ose zavoi tra pi komës, atëherë do thotë si të bjen që ajo s'ka e ke pështjell ti dorën ja komën, ja dani gjymtyr të abdestit, që ajo zavoi namazit prishet. Do thotë dush me morë përsëri abdes edhe do thotë me u fal. Prishja e abdestit me qëllim për shkak të nevojës apo me imponim nga jashtë. Për shembull ti je të fal. Edhe të fal ti dikush ta prishi ti abdestin. Po çish mund të ta prish ti abdestin dikush? Po çtini me kesh, që të prish abdestin ti. Ose për shembull ta mshoj tani shpull apo të. Ose për shembull të gërvishim me tani sen ti dul gjaki. Nëse do thot prishet ti abdesti, varësisht për situatave që shjeti, pi jashtë, namazit të prish. Ose për shembull ta rasi ploma, ta rasi një thika, të bani diçka, po të tjetë të fal, atëherë do thot prishet namazi edhe do thot dosh me mor abdes tjetër për më fal namaz. Alivanosja, humbja e vedijes dhe çmenduria. Do thot tjetë të fal edhe të ratë fikt. S'ke dek, po të fikt ka ra pëta. Ti të prish namazin, të prish edhe abdesti. Pse? Se abdesti prishet se nuk je vedije, edhe namazit prishet se nuk je në vedije. Pamja e avretit të gruës së huaj, si që është përvilja e krahut dhe shikohet me epsh. Çka do të thonë? Ka hadith që ka folë dhe me ke që nëse të kalojnë një 3 sene të prishet abdesti. Një pjatë me 3 sene shka është, do thotë nëse të kalojnë gruja, për para setrës tane. Do thotë një gruja nëse të ka përcen, të prisht i abdesti. Namazin, pa. Do thotë pa me qëllim ja pa qëllim. Ama ki thotë shka, nëse për shembull e ke pa da një gruja ato për vel, edhe ti të shkoj me një sakrat e miri pas ka, a pëton? Minherë do thotë prishet namazin. Pse se s'ki vakti me këshir anash, po do të me këshir do thotë të veni namazit, pa mor parasysh a është larga nga ata jo, nëse e shiqon ndonjë gruje me epsh, do thotë prishet abdesti. E çdo është edhe një ditë çka e folëm, çdo në xhami çka kesh që drenushi, drenush atë këtuat për shkak të kesh. Nëse do thotë ja she avretin ndonjë kujna të fal, burra. A për fat keq ka dhe njëherë verës për na qëllon kjo. A i rifi ka vesh pantollet të shkurta, edhe brekti ka të shkurta, edhe ju dokët pa një shprej vija, e prafanicës. Atë prishet i abdestit që atëra nuk prishet, atë prishet namazit ja nuk prishet. Jo, se me bisi se këshira ta mepsh, dhe thët e kje namazin ta man, ama a i ka hinë gjuna, për atë arsye se për shifët, dhe thët avreti, do të namaz këtë hen, do të me pas parasyse, pantollet mi pas ta man, më mlu me majic, mos mi do ka vreti atina. Leximi i Kuranit nga ato pjesë që nuk i din. Për shembull, ti po don me lexuar çdo Kur'an, ama
hinë të një pjesë, delë të një pjesë, shkon qështë më te këti, ja, të prishët namazit. Pse të prishët namazit? Për atë arsye se thamë, pi sunetit çka është tertibi i namazit, edhe tertibi i sureve. A thamë, në rekatin e parë, për shembull, me lexu një sure çka është më përpara, në rekatin e dytë me lexu një sure më përmas, në rekatin e parë me lexu pak më gjatë, në rekatin e dytë me lexu pak më shkurt. Po me kon se ti hin për shembull me lexu thojna inna atajna kel kauthar lam yalid wa lam yulad wa lan nasin. Dhe thot hina në 3 sure tash, apo dhe thot e kom dallashit, dhe thot tertibin e leximit të Kuranit. E atëherë kur ta dallashit tertibin e leximit të Kuranit, atëherë namazit prishet. Po duhet të qenë me tertib, dhe thot leximi i Kuranit. Mos ndalja në ulin e fundit, do të thot me njëherë pas sejdës. Na shka thamë se ulja e fundit është vajib. Edhe ti s'punalesh të recati 4. Masi sunalit të recati 4, ose sunalit për shembull sabat të recati 2, të prish namazin. Për shka se farz është. Do të thotë më ullën në recati 4 e ki farz. Ama si ta ka përsesh, atë namazit prisht. Qeshja e imamit e prisht namazin e ti edhe të xhamatit. Do thotë me bë me kesh unë ju prishet edhe xhamatit. Pse? Për atë arsye se ti je lidh mas imamit. E stahi, leximi i imamit është e leximi i ju. Falja e namazit imamit është edhe falja e namazit xhamatit. Nëse imami, do thotë, ja nis me kesh, atëherë ju prishet namazi këtë. Sikur për shembull, unë jam të fal xhumain, ato fëmita që baba bum për lahën, edhe mua më shkon mendja dhe to, ja nisi me kesh, çaq. U prish të thotë namazi. Dhe thotë edhe për xhamatin edhe për imamin. Dhënia e selamit pas rekatit të dytë në namaz 4 rekatësh, duke menduar se është në udhtim apo duke menduar se është e xhumo. Daniherë ban për navaki. Është dreka, ati në rekatin e dytë, Esselamu alaikum wa rahmetullah, Esselamu alaikum wa rahmetullah. Pse? Se kujton që Allah nuk e thipi udhimit, je ka nishi, ja ka Beogradi, jo me ti ke mërim, po të shpja jo, të shkup ke mërim. Si e më udhëtar, ama memoria halos nuk ka hek, halo je në udhim. E të staj së da selam, namazi prisht. A i kemi qanë. Ama nëse jep selam, jo me njet të udhimit, po me njet harresës, a i kemi qanë. Ja, atëherë veç qosh edhe vazhdojnë. A i kemi qatë shumë ashtë me rëndësi një jeti. Dhe thotë ti qysh i ke dhonë selamin? A i ke dhonë selamin të menu që ashtë të gjumo, apo të menu që i musafir, apo harrove, thjesht ki harru. Nëse harron, apo i tënë, namazi veç e në gjetë, masën e 3-4, dhe e ban një sevisish dhe e ki namazin të manë. Ama nëse e ke dhonë me qëllim dhe me ki që musafiri ose ashtë të gjumo, atërë të thotë namazi prishet, dhe të ponis për në fillim. Qeshja e prisht namazin dhe abdestin. Dhe thotë si të keshës, edhe namazi prishet, po edhe abdesti prishet. A i kemi qartë. Kur t'je namaz, kur t'jesh namaz, edhe me anisti me kesh, dhe thotë të prishet edhe namazi, edhe abdesti. A kur je jashta namazit, pse kesh, a të prishet abdesti? S'prishet. Dhe thotë, ti mund shme kesh gjithë ditën, gjithë notën, ama abdesti dhe thotë nuk prishet. Ama nëse je namaz edhe kesh, të dhja të kanë prish. Edhe namazja prish, edhe abdesti ka prish. A kemi qatë. Ndërsa për abdestin, djetarët apëton folin, se kena përmenë këtë mesele, nëse kesh me lot, nëse kesh me lot, të ka prish abdestin. A nëse kesh normal, në të kesh me, do thot abdesti nuk prishet. Ama kur të kesh ti me gjithë lot, lot dohalin të keshin, ja të prishet abdesti, edhe të si e namaz. Për atë arsye, pra, na jemi umet mësatar. Nuk duhet me kesh pa hesab, po edhe nuk duhet me kajt pa hesab, po duhet me kanar.
me kanon. Ama loti shka del pi dhimbjes ose pi përmallimit ose të ka dek vllavja, babaja, motra e të dikush, ke mor abdes e du loti, që ai lot nuk e prish abdesin. E kemi qartë. Ama loti shka pi të keshmës e prish abdesin. Të thot ka dy lota, lot shka është pi të keshmës edhe lot shka është pi përmallimit ja pi dhimbjes. Ka të njerë bilas nuk ka ti, veç të da përmenda në kush da një mësile ti vijit shkojnë latë. A e ke po? Ose da një kush televizit të këshirë. Aja gjenë televizit, atë e prej, da një kanë, atë e rejt, da një kanë, ti e këto prrrr, shkojnë latë. Atëre dhe të shka që kja abdes dhe thot nuk prisht. Kalimi sa dy sofa duke qenë në namaz. Kjo është special në te Hanefit, si mesele, te mezhebe qira nuk janë. Çka do të thonë kjo? Ti për shembull je në safin e fundit. Edhe ki përpara te ju prish abdesi dul për jashta. Ki e boni një saf edhe e plotësoj safin, e boni një hap. Ama edhe që kish ka përpara, edhe këtina ju prish abdesi. Dul, ti e plotësove edhe qatë saf. Sa safa pas ke drejt me plotësue? 2 safa me Hanefit. 2 herë pas ke drejt me hec namaz. Ma shumë se 2 herë nuk ban. Pse nuk ban? A tham na që lëvizjet pa nevoj nëse janë ma shumë se 3 ta prishin. E ti sa lëvizje ke bon? 1 hap, 2 hap, 3 hapa, 3 hapa. Vjen keq, u prish pas Hanefive. E kemi qarë, pse si ke bon ma shumë lëvizje. A si pas mezhebeve qera, dhe thot, nuk e llogaritit që është, dhe thot, të një keqe për shka, për atë arsye se muslimani e ka për obligim me mush safin. E ka për obligim me mush safin, për në kofshin e 10 safa. Sikur luft. U prish safi i parë, dush me mush. Dhe ndoshta i ka ardhur ai një apton aty 10-it për marrë në safin e parë, do thot dush ti me mush safin. Për shka më kanë do thot saf. Ashtu që to janë disa prej gjanave që nëse i bojna në namaz, na prishet namazi i jonë. Zoti ju shpërbleft edhe Allahi na bon fjatinëve shka nuk e lajna namazin asnjëherë. Zoti ju rujt. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.